Drunj të rrethuar me beton apo të robruar nga kafenet, ndërsa tjerët qytetarët i shfrytëzojnë për t'i lidhur biçikletat e tyre. Kjo pamje mund të vërehet në çdo hap në përqendrën e Shkupit. 2 drunj janë të evidentuar si të vdekur, ndërsa mbi 1.000 të tjerë janë në rrezik që t'u konstatohet vdekje. Ngjyra e kuqe alarmon për drunj të ngulfatur në Shkup. Njëri gjendet në rrugën Maqedonia, i cili është robruar nga balkoni i kafebarit. Ndërsa tjetri në rrugën Maksim Gorki në qendër, i cili është i kapur nga betoni. Drunj që më së shpeshti janë të ngulfatur janë këlqerja, panja dhe akacia. Ky dru është i llojit të pak në rrugën Maqedonia, por fatkeqësisht është tharë. Ky dru nuk ka shans të bjetoj pasi është i robëruar plotësisht nga terasat verore të kafeneve. Edhe qindra dru të tjerë në qytetin e Shkupit janë të ngulfatura nga betoni e terasa. Drejtori i ndërmarrjes publike Paqe dhe Gjelbërime Adrian Muqa tha se vazhdimisht punojnë për lirimin e drunjeve. Ai premtoi se deri në fund të vitit të gjithë drunjt do të lirohen. Ne vetëm nënshkruam një memorandum bashkëpunimi për të liruar ata hapësirë të cilat janë të uzurpuara me vite. Nuk janë të bërë tani ato. Aty janë afër 100 lokacione më duket, mos e për fjalë, për të cilët ne për momentin permanent punojmë në lirimin e atyre hapësirave, bashkë me qytetin e Shkupit dhe me fakultetin e Pilltarisë. Janë punime sipër. Besojmë që deri në fund të vitit do lirohen gjitha ato hapësirat. Eli Pesheva nga Nisma O2 tha se përfitimet janë shumë të mëdha nga drunjt që janë të vjetër nga disa dekada, për shkak se kanë rol më të madh në pastrimin e ajrit. Fidanëve të reja u duhet kohë derisa të fillojnë të kontribuojnë për pastrimin e ajrit. За много кратко време на високи температури 200-300 од овие дрвја веќе ќе бидат изумрени. Тоа е бројка која што не може да се надомести во нови садници и тие ќе го немаат истиот резултат, нема да го дават истиот резултат врз воздухот како што го дават овие повеќе децениски дрвја. Зошто не се интервенира веднаш, за нас е едноставно нејасно. Qyteti i Shkupit së bashku me fakultetin e Pilltarisë lirojnë drunjt e robëruar në Shkup. Tani për tani numri i drunjeve të liruar është 20. Qindra të tjerë presin në radhë.